herët, në kohët e lashta, ka jetuar një mbret të cilit për pushtetit që kishte arritur i pëlqente vetja e vet. Pas vdekjes së babait të tij, sapo mori fuqinë dhe pushtetin, filloi t'i dënonte të gjithë ata që besonin krijuesin e gjithësisë, Allahun e madhëruar. Të gjithë dietarët i vrau, me përjashtim të disave që arritën të fshihen e të largohen nga mbretëria e tij. Mbreti Gjahdun, se kështu e quanin, preferonte ta thërritnin Zot. Kështu që mori rreth tij shumë njerëz të këqij. Ndër ta ishte edhe magjistari Shejtun, i cili i shërbente mbretit me magji që njerëzit ta kishin frikë. Pasi kishin kaluar 20 vjet, magjistari u plak dhe mbreti shpalli një konkurs në mbretërinë e tij. Djali që do të fitonte bëhej zëvendësuesi i magjistarit menjëherë pasi ky magjistar të vdiste. Fituesi i konkursit doli një djalë mjaft i zgjuar, i quajtur Wahda. Kështu që vinte çdo ditë në qytet për të mësuar magjinë. Një ditë u përball në udhë me një rrethan për të cilën nuk kishte mësuar më parë. Si në rrugë të zjetë tani? Ej, lepu, prit, mos ik se po vi pas teje. Më prit lepurush i vogël. Masë të kështë rrugë më është. Prit! Prit! Ah, sa lepurush i shpejt që qenke. Ah, sa lepurush i shpejt që qenke. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kush është në shpellë? Kush është aty? Eja branda e mos ki frikë. Më thuaj mërbir, si arritë të vish në të vend të braktisur, pa më thuaj. Isha duke shkuar rrugës për në qytet. Në qytetin e mbretit Gjahdun, i cili është zullumqar? Njerëzit e quajnë Gjahdun. Unë nuk e di, është zullumqar apo jo. Mirë mërbir, por emrin tënd nuk më the. Si quhesh? Me quajnë Waddah. Të gjithë njerëzit më njohin mua, unë jam ndihmësi i magjistarit Shejtun. Si? E ç'të lidh ty me magjin dhe magjistarët në këtë moshë, sa shumë ka ndryshuar qyteti? Shejtuni, magjistari i mbretit, organizoi një konkurs për të zgjedhur magjistarin e ardhshëm të mbretit. Në ato konkurs fitova unë, dhe tani jam ndihmësi i tij.
Në qytet jepen mësime për magjin, sa shumë ka ndryshuar qyteti, që nga koha kur jam larguar prej tij para 20 vjetësh. Aso kohë mbreti urdhëroi vrasjen time, sepse besoja tek Allahu dhe jo tek ai. Magjia të bën të besosh se disa gjëra të duken të vërteta. Përse u largove nga qyteti? Biri im, unë në kohën e mbretit Abdun, babait të Gjahdunit, isha gjykatës. Atë kohë ne gjykoni me ligjet e Allahut. Allahut gjithësisë dhe me kushtetutën e tij të pastër. Çdoja të thoje me fjalë